Do doja ta nisim me ju spari me statistikat e fundit që lidhen me paktën muajt janar të Instatit për vizitorët në Shqipëri dhe pastaj t'i komentojmë edhe ato të 2025. Në përgjithësi, 3 mujori parë është një 3 mujori qetë dhe nuk është se rezultatet e tij janë dominuese, janë mjaft minimale, megjithatë kohë e keqe, shira dhe vazhdueshëm prej gati 3 muaj kanë ndikuar dhe ke lëvizja e turizmeve. Megjithatë një pjesë e mirë janë dhe turistë tranzit që mund i themi ne që shfrytëzojnë në aeroportin e Rinasit për të lëvizur nëpër Europë. Shqipëria është bërë brand për udhëtimet me avion, sepse ka çmime konkurruese në rajon. Përgjithësi pritet një lëvizje po e njëjtë, gati 7% siç ishte vitin që ka, pra një rritje diku ke 6-7%, sa që ka qenë dhe vitin e kaluar. Në rast se këto luftra do të mbeten prapë të kufizuara dhe nuk do të përhapen në pothuajse gjithë linjën e largët apo e mesme apo qoftë edhe në Ukrainë. Pra, deri tani nuk ka dhënë një indikim esencial në turizëm, sepse turizmi tani është bërë mënyrë jetese, nuk është më thjesht një industri. Dhe mos harrojmë që Europa për vitin 2025 përpunoi 52% të gjithë turistëve që lëvizën në botë. Dhe shkjo sa e rëndësishme është Europa në drejtim të turizmit dhe udhëtimit, se tani analiza bëhet pak a shumë bashkë.